Besnikëria është themeli më i fortë i çdo lidhjeje, qoftë ajo dashuri apo miqësi. Ajo nuk matet me fjalë, por me veprime të heshtura që tregojnë përkushtim, respekt dhe ndershmëri, edhe kur askush nuk po të sheh. Të jesh besnik do të thotë të qëndrosh i palëkundur në një botë ku gjithçka ndryshon me shpejtësi. Të mos dorëzohesh para të ndihmeve, por të mbash fjalën, ndjenjen dhe besimin si thesar më të shtrenjtë dhe më të shenjtë.